Edhe në këtë pjesë të parafundit do të flasim pikërisht për deklaratën e deputetit Fatos Geci ndaj Vlora Çitakut. E paralajmëruam edhe më herët, natyrisht që në këtë pjesë do i kushtojmë një rëndësi të veçantë asaj çfarë u tha dhe do të diskutojmë pak edhe se apo reflektohet me të vërtet mentaliteti jon edhe në politika, sepse kjo gjuhë seksiste përdoret edhe në ditën e përditshme jashtë kuvendit. Do të flasim bashkë me neve në studio është Antigona Kotori, mirë se vjen. Mirë se ju gjej. Për mes një lidhje direkte e kemi Teut Rusta. Teut, mirë se vjen në Kosova Live. Diri sa ta kemi, Dibranin e kemi gati. Dibran, mirë se vjen. Mirë se ju gjej. Mirë ta kemi edhe një burë themi kështu në këtë debat. Edhe ndoshta do të kisha dëshirë që ta fillojmë pikërisht me Dibranin, ta pyesim se si e ka parë këtë deklaratë deputetit Geci ndaj Vlora Çitakut. Po, ajda deklarata e zotit Geci është e papranueshme dhe e patolerueshme, sepse edhe ndërlidhet me atë që ju e përmendet në hyrjet e misione, që kjo nuk është një deklarate izolume, po kjo e mirëmban një mendësi dhe një sistem shoqëror që ka predispozita gjatë mëdhaja me i gjyku gratë në çfarëdo hapësire që ato shfaqen. Pra, për deputetin Geci nuk ka në rëndësi asnjë lloj arritje profesionale, asnjë lloj arritje në karrierë, po për ta dhe për shumicën e shoqënisë tonë që është patriarkale, ka rëndësi nëse je i martuar apo si je i martuar, ke fëmijë apo s'ke fëmijë. Domethënë, këto janë disa norma që janë goxha, si më thonë, të pa updatune në kuptimin që sot për sot nuk është premisa ose gjykimi kryesor i një personi nuk duhet jetë as nuk është se nëse edhe gjykimi dhe vlerësimi shoqëror për atë person me ardhë nëse është i martuar apo s'është i martuar. Po deputeti Geci e përfaqëson një pjesë të madhe të mendësisë tonë shoqërore patriarkale. Prandaj edhe deklaratat që pasun edhe kundërshtimet që pasun ishin me vend edhe prej deputetës edhe kryeparlamentares Alulina Haxhiu edhe prej të tjerëve dhe kjo në fakt ndoshta na jep edhe një dozë të shpresës që këto fenomene nuk ndodhin, këto deklarata nuk përsëriten. Madje bëhet edhe më tragjike kur ato thuhen e përsëriten në kuvendin e Kosovës, po ne po shpresojmë që të reduktohen mas të madhe edhe ta kuptojmë një herë mirë që roli i gruas në shoqëni është jetik dhe i domosdoshëm, jo për aq sa ajo është e martuar ose jo, po për aq sa ajo përfaqëson diçka në kuptime edhe më të zgjeruara. Antigona, çka pasqyron kjo deklaratë? Ne e bëmë një diskutim edhe më herët dhe po e diskutonin para se të nisim intervistën që ka prej atyre që këtë e konsiderojnë edhe në ngacmim seksual. Si e shetim? Po në këtë gjamu në mi papi disa pikpamjeve, është kjo puna se kur nuk e nin ti një burr, ka kena në plot burra në televizion që dalin e nuk janë të martuar se s'kajnë bo fëmijë, e kajnë moshën e shtym. Kur nuk i nin dikon të i thonë ati që ti nuk e ke, ti ke bo 100 vjetë dhe je pa martuar dhe je burr i keq. Nuk matemi na jemi gratë këqija ose burrat këqi me atë se sa jemi në jetën private të suksesshëm ose dëshirojmë me pas familje apo jo. Ose me këqyr prej anës tjetër të na mesatarja kërkohet shumë, e zakonshmja. Politikanti kemi të zakonshëm. Edhe për me qenë i jashtë zakonshëm, me qenë ndryshe, me qenë jashtë kornizave të asaj që ka pritet prej teje, është guxim, edhe mendoj që populli nuk është që e gjykon shumë të jashtë zakonshme. Ma te për kundërshtartë, të cilët kanë me kërku se Vlorës nuk mundën mi thonë s'ke punu për shtet, nuk mundën mi thonë je tradhtare, nuk mundën mi thonë je demele, nuk mundën mi thonë je keqe, nuk mundën kur gjë mi thonë, kanë mi thonë vetëm aty koja ka qenë tashma pak e suksesshme se s'ka dëshiru, s'është me rëndësi ajo, me rëndësi është që ata kanë me kërku gjithmonë me gjetë një pikë dop të na, edhe e na lodh ma me këta njerëz të cilët flasin në nivelin profesional, flasin privat, të njohuni ty, ti shekoni mirë kështu, ti shekoni mirë ashtu, ata janë
mungesat të fakteve, mungesat të argumentit mbi punën e vetë për më u gjujt ati tjetrit. Se ne sot e bënim një diskutim para emisionit edhe shambull ty si gruat, ka shqetësu një deklaratë të tillë sa do pak? Po, më shqetëson. Jo vetëm si gru, më shqetëson si njeri. Sepse nuk dohet bota në burra dhe gra. Bota dohet njerëz të mirë dhe të këqij. Nëse ti e ke iniciativën që dikuj mja kërku të keqen, mja lyp. Nëse mja lyp me lup ku e ka qatë të keqe që mja zmadhu, atëherë ti e njeri i keq. Edhe kjo është. Përshata, pysim pak Dibrani, na që po asët në salën e kuvendit, po ati një tentim nga deputeti Fatos Geci që ta afrohet tek Vlora Qitako, por e njëjta e injoroj komplet. Nuk pati, themi kështu një reagim, madje mundohi që mos kishte as një komunikim me ta. Do t'ishte më mirë që ndoshta zotri Geci ta bënte, themi kështu një kërkim falje publike, ashtu si që po kërkohet, ta merte më seriozisht atë se çfarë ka thënë ndaj deputetës. Po, ajda ato pamje qarkullun sot gjithë ka edhe përshtypja ishtë deputeti Geci donë të me kërku falje për atë vepërën e bërë ose fjalit që i ka thonë. Ama edhe vimi Vlora Qitakut me një dozë të qartë të refuzimit, për mu është i pranushëm, sepse gjasat janë të vogla që persone tjetë pëndu realisht për fjallë që i ka thonë. Gjastat janë shumë të mëdha që personi, pra deputeti Fatos Geci, pasi që i ka pa reagimet opinionit publik, edhe ka pa që të gjitha janë kundër ti, apo në disfavor të ti, e ka marrë një lloj mundi për me kërku faljen nëse ka qenë tentimi i ti në atë drejtim. Po, nëse jenë të Dibran, se po në përës vetëm pak, e përmenëm edhe ma herët, nuk mjafton një lloj shpërfaqe sipërfaqësore për me tregu se i ke shmosë se gjua jote seksiste nuk qenë ka e përbrencume. Mjafton edhe duhet me bo përpjekje që me kuptu në që shqipot zitë shumë të gjinohë. Se po ka dhe problem. Mund të shkoj me pamjen full në ekran, leta shojmë se po do të në folën në këtë gjuhën teknike. Ta shojmë pamjen dhe ta shojmë momentin kur deputeti Geci tenton të afrohet pra dhe deputetes Vlora Qitako, e cila e injoron tërësisht. Nëse kemi gati, ja, ku është? Është kjo pamja, kjo është pra deputet. Dhe në momentin që Vlora Qitako i bën me dorë që të largohet. Ka që ishte tentativa, diçka po thot, po gjithsesi janë pagument dhe nuk dëgjon dhe nuk arrin të mirë të vesh. Madje nuk e insistoj shumë, a shkurt e fakte dhe zotri Geci. Problemi është Antigona dhe Dibran, që sa herë flasim ne për këto fenomene, gjithmonë është kjo, pra që kjo pasqyron një lloj mentaliteti ton. Por në këtë rast Dibrani duke qenë edhe më afër çështjeve politike, duke pas parasysh edhe deklaratën që e dha për Hashim Thaqin, si e she, domethënë, a e she si një lloj organizimi i gjithë ky sulm që po bëhet në këtë rast edhe ndaj deputetëve gra, po e themi këtë organizim politik, dhe këtu po i referohem bashkëbiseduesve që i kishim më herët në bisedë. Dibran. A është diçka mirë e menduar? Po. Me gjas kam edhe pak probleme me internetin. Kjo ishte një vazhd e zhvillimeve dhe ngjarjeve që e nxorën atë deklaratë. E bën më problematike vetë. Po, vazhdojmë në studio, derisa ta rregullon regjia. Ndoshta mund ta marrim edhe vetëm me telefon, se ndoshta që tha Dibrani rrjeti i dop. Në këtë pikë Antigona, sepse besoj që edhe ti këto çështje politike, edhe nëse nuk dëshiron, janë aty dhe i një. Domethënë shqetësimi është i madh është kur në këto institucione vijnë deklaratat e tilla dhe kur e mendon atë që dikush e tha, që është mirë e organizuar dhe menduar edhe ky sulm ndaj Vlora Qitakut. Po, unë mendoj që politika nuk ka shumë dallim prej popullit, sepse politika është ajo që ka reflektohet prej popullit tonë, prej votave, edhe nuk shoh dallim të madh prej asaj që qysh sillet një deputet dhe qysh sillet një njeri në kafe. Përgjithësi, ata janë përfaqësuesit tonë dhe na i kena zgjedh dhe ata reflektojnë neve, në fakt. Nëse do na më shku për institucion, edhe mënyra se si flitet në institucion nuk është hera e parë.
na në qatë njëjtin institucion kena pa edhe gaz locjellës, edhe të rehne, kena pa edhe shumë gjana tjera. Unë mendoj që tanë na këtë situatë duhet mi pasi njerëz. Nëse dikush tenton me ta prish ty rahatin, ose çfarë do që të kesh, dije që ai e ka një problem me ty. Dhe më thanë, aty diçka PDK-ja o ka i pengon këtyne të pozitës, e për çka se di asun, ndoshta pse po rriten PDK-ja kadale, pse po tuten, ose ka edhe pak tendencë me etiketu njerëz në mënyra ose në një tjetër. Ma, për shembull, ajo deklarata për Hashim Thaqin ka qenë shumë ma e rëndë. Ka qenë e rëndë. Krasimi që është bërë me Naim Murselin. Me Naim Murselin. Ajo ka qenë, niveli njerëzor ka qenë të mërshme. Kurse kjo për Vlorën, dyqysh Vlorës s'ka që ka i bana i veç vetën e kallëzan, edhe në përgjithësi njerëzit, ata që tentojnë me na gjyku, me na një farë mënyrë me na etikutu, ose çfarë do lloj epitete me na dhonë, ata nisën prej vetës. Aja folë ma tepër për ta. Kështu që peshof që pozita është në një farë panike, në një farë panike të vetën, e për çka se di, por e shof panike në momentin kur sulmohet edhe organizohet sulmi, atër dije që e ka një problem të madhë mrena. Përndërsa kur janë rahat, kur janë njerëzit rahat, nuk merren me ty. Sa për kuptojmë si jemi Albin Kurtin. Sështë me pushtetin. Dikur që nuk është me Albin Kurtin, sigurt është Teut Rusta nga PSD në formë shakoj, Teut mirë se vjen në Kosova Live. Kërkoj falje pak, të inkuadrum pak me vonesë për shkak të disa problemeve me rjetin, megjithatë tema shumë e rëndësishme. Pra që po diskutojmë pra gjua seksiste përdorur nga deputeti Fatos Geci ndaj Vlora Çitako. Si e keni parë, jeni vetë grua, jeni pjesë e politikës, çka tregon kjo? Po tash është e qartë që Kosova edhe mas tonë kësaj përpjekje shumë gjatë, sidomos pas luftës, për me kriju një shoqni ma të barabartë edhe ma të drejtë, edhe sidomos mos me kon ka që normalizume edhe gjuha dhe sjellja ndaj grave, megjithatë një diçka që do të me konstatu si dështem masparit politikës, e cila e ka për detyrë me e ngrit në një nivel tjetër edhe diskursin publik, edhe me pas një dimenzion ma emancipues. Ajo ka dështu me përmbush qëtë mision, me që gratë në politikë, halo, edhe jo veç në politikë, për në skenën publike në përgjësi, halo maten me standardet dy feshta. Pra në momentin e parë që ka standardet dy feshta, për aktivitetin e njëjtë, atëherë kjo tregon për një padrejtësi dhe pabarazi. Po e kom pa me shumë shqetësem, po të njëjtën kohë nuk isha dash me hub këtë nervin real bus, në kuptimin që s'bën me na u dogë që po normal që ndodhë në shoqërinë tonë, gjithë do të me kon keq, gjithë do të me u kritiku. Mirë po për fat keq, ky deputeti Gecaj, është vish një farë altoparlanti i shoqënisë, me thonë drejtën për shkak se mizogjinia, madje jo vetë seksizmi, mizogjinia që i vjen urrejtje ndaj grave, është kogja shumë e internalizume në plot sfera. Është edhe sjelljet e njerëzve në momentin që njihet që pju preket pushteti ose pju preket egoja, ose është edhe shpesh dhe me qene institucionalizume edhe mediat online, komentet që ndodhin e krejt këto, e shpërfaqin një urrejtje tepër të madhe. Ku unë e shoh problem asnej në anën tjetër më pajtona që ky deputeti Geci ka përdorur edhe për sulm politik, me që i takon kampi tjetër prej zonës Çitako. Mirë po në qëto sulme që ndodhin shumë shpesh dhe reagimet nuk janë bashkëparimore për shkak se na e kujtojmë, më duket vitin e kaluar ka qenë deputeti antari PDK-s Zotni Lushtaku, i cili po ashtu ka përdorur gjuhë të papërshtatshme,
edhe se puna vishte gjuha, se të shem vish një shprehje caktuar ajo dhe ishte përmirësu, po te besimi i thellë që gratë në fundit sa do që dalin skenën publike, sa do që folin për çështje shoqërore, prap se prap rajt dhe vendin e kanë private. Edhe kjo kur nuk kam rri dhe në fond me u dëshmu ndryshe, jo me u dëshmu prej grave, po prej mënyrës që trajtohen gratë në politikë, skena, veç mendojeni, skena publike për gratë është shumë e vështirë dhe për shkak çka lyp prej tyne. Nëse për një burr matët çka ka thonë edhe çu sjell në fundit, për gratë shpesh është mas pari që është duke dhe kjo është din mu qujt bilen që si një part-time job me u kujdes që me kohën kejt në regull, me pamjen, me sjelljen, me kështu, do me thonë që mos me ranë sy për me u dallu prej pjesës tjetër, do me thonë këtij protokollit, i cili protokoll është i caktuar prej burrave. Unë jam të folja edhe prej grimit deri te gjana tjera. Edhe në botë, tash mos të harrojmë, jena të përjetu një kohë ku gjuma antigjini ka marrë dhenë, edhe në Amerikë na e shohim ndrimet që presidenti Trump i ka bërë, po edhe në botë, sidomos në vendet ku është të djathta në rritje, përgjithsisht grupet shoqërore, grupet nevojë, gratë shumë shpesh, çështjet personale që është puna e trupit, bëhen pjesë të politikës, të politikave, të sulmit, edhe qeverisjes, edhe për që ta na duhet me pas parasysh që sado që mendojmë që i kemi fitu do të lufta, që është kjo drejta e votës, pastaj drejta e riprodhimit, prap se prap, çdo herë kur ngritën forcat cilat e kanë këtë hierarkinë e dominimit dhe pushtetit si ideologji tyne përcjellse, atë nuk ka mundësi pa pas një prapakthim, edhe menoj që edhe në Kosovë kemi një prapakthim, megjithatë, na përmes kvotës e kena fitu një vend, një zonë publike edhe në kuvend, mirë po edhe sot gratë futen edhe pa kvotë. Mirë po si jam e sigurt që kjo, nëse është hek kvota, kjo nuk na kishte kthy prapë në vendin ku kemi qenë për shkak se forcat ose më pushteti edhe çka dominon sot nuk është diskursi i lirisë dhe barazisë, po përgjithsisht është një farë dominimi, lufta për pushtet, edhe kjo e prek edhe gjinimin që do të rrimesh. Kvota atëherë fajin për përfaqësimin e grave në parlament e marrin direkt gratë. Sepse gratë votojnë barabar me burrat. Kështu që nëse heket kvota edhe gratë nuk marrin vota, atëherë përgjegjësinë e kanë vetë gratë. Unë mendoj që si gratë, si burrat janë pjesë një mentaliteti shoqëror, edhe nuk kanë si me qenë shumë më ndryshe gratë, se sa burrat në mënyrën që e perceptojnë gruan, burrin edhe secilin antar të shoqënisë, në vendet që janë caktuar. Do me thonë edhe gratë janë pjesë e këtij mentaliteti edhe s'kisha dashur me moralizuar as me u dhënë mision. Mendoj si burrat si gratë e kanë për detyrë me i pa njërin si barabart, pa seksizëm, pa moshizëm, se mos harrojmë që këto padrejtësit ndodhin edhe në nivele tjera dhe për gjana tjera, kështu që po çka duhet na, me që unë e vi edhe prej aktivitetit shumë fisnik që është politika, çka duhet na me insistu, është mja kthy politikës besimin edhe idenë. Edhe mos me qenë politik, veç deputet edhe politikan cilët këshyrin që me çdo kusht me qëndru në pushtet, pa një kauze cila e ndërmjetëson me pushtetin, se mas nej krejt çka ju vetet aty mrena është me u gjujt me zvete, me fjallë, e në anën tjetër mos të harrojmë që nëse detyra politikës është angazhim qytetar për një shoqëni më drejt, atëherë nëse politika nuk e përcjell këtë sen, është dështimi politikës, sepse politika ka agjenci, me ndërhyrë shoqënie dhe me ndryshu. Çka ka ndodhur me politikën? Pra, Teut se po ndërpresim, kjo nuk po ndodh, apo jo? Ky mision s'po shkon te vend. Vend se me provu me ndryshu mentalitetin, ata ju kanë përshtat atij, edhe sidomos si në çdo fushë. Nuk mendoj që mundra me ju kanë përshtat atij për shkak se më letë është me marrë vota të ju përshtat mentalitetit. Kështu që sado që këto reagimet ata mujnë me bëu me një mënyrë
njën si të obligu me i bo, menoj që antarët e partisë në pushtet do të me matë qka po bojnë këtë drejtim, e ata na e dim që janë promotorët ma të mdhejt gjuhës t'il edhe në kuvend, po në përgjësi në shëshni. Po, ta dëgjojmë të pak edhe Antigonën. Unë mënoj që mendësin, mentalitetin, edhe mënyrën se si jetojmë na, nuk mundet marrë kërkush me na ndreq vallajnë. E as politika së na ndreq. Politika e ka për detyrë. Jo me na ndreq, po me angazhu një diskurs i cili flet për drejtësi dhe barazi. E ka për detyrë, po shihet që s'po ndodh kjo, derisa ne po flasim për këto raste. Ata dëgjojmë vetëm deri në fund Antigonën, se prapë do të kthehemi patjetër tek ju. Gjithsesi, po mendoj që kjo mendësia, mentaliteti e mënyra se si na jetojmë mbaret prej neve. Na duhet me guxu me thy rregulla, me thy tabuja, me guxu me fol, gratë dohen me marrë guximin vet. Se nuk vjen asë një burë me të thonë hajde orë në falë ti që ka po dënë me thonë, sepse janë rritë në qatë mënyrë, e tash na nuk mundë na minëru duke heshtë dhe duke u përshtatë. Por duhet me qenë më të guximshme edhe jo, vetëm politikë. Po unë mendoj që kena përparu bajage edhe shaf grunë si njëri i cili ka luftu me dhamë që mi arrit qëllimet e veta, sidomos grunë shqiptare, edhe mendoj që e meriton me thonë, me plot goja të çka mendon ajo, por kjo unë nuk e shoh si një problem i cili mund zgjidhet me çfarëdo lloj politikash. Është çështje mentaliteti, është çështje gjeneratave, një grua e cila mirëfillt është gru, nëse kur gjë tjetër s'mundet me ba, duhet me ndiku te vllau, te baba, te familja vet, edhe te burrat që i rrit ajo, ose fëmijët e vet. Është e vetë një mënyrë se na mujmë mindru mentalitetin. Po, nëse vjen të qytetare, kur shkon aty për të votuar, ne jemi në atë pikën që duket qytetari tek ne voton me këtë entuziazmin politik. Nuk është që mendon kush ka ofruar program, dhe në fakt të mendoj se çfarë ka thënë një deputet shembull që mos ja jap një votën, sepse për deputetin që po flasim kishte goxha një numër të madh të votave. Nëse nis nga ne gjithçka. Dhe ajo që unë e shoh Amir si më problematike është fakti që një deklaratë e tillë vjen nga një deputet që është më i ri në moshë, se po ja lëm fajin gjithmonë kësaj mendësisë që të ishte krejt diçka tjetër. Është trashëgim të paktën presim prej gjeneratave të reja që t'japi një shembull, jo një deputet i moshës. Gjeneratat e reja janë të konsideru sidomos Gen Z tash, se nëse ju ka romi për cilë, u konsiderohen ka shumë probleme dhe mënyrën që shishojnë gratë. Ka ndonjë volumtime që dëshmojnë që një numër i madh i djemve, gjeneratës Gen Z, e shohin vendin e grusën kuzhinë, në shtëpi. Kështu që mosha nuk të bënë përparimtar, të bojnë besimet, bindjet e tua, që ato të bojnë përparimtar. Mund është me qenë shumë i moshu, po me qenë me bindje për barazi edhe diri edhe këtu s'ka të bëjmë me mosha. Do me thonë, gjeneratat e reja janë të konsideru shumë a problem pikresht të këtë pikë, për që ta kena më ballafaqu në të ardhmen me probleme edhe ma të mëdha, edhe për që ta më po thonë që do drejta që i kem fitu me mund e vështërsi, përpjekje shumë të mëdha, nuk janë drejta të fitu me një herë për gjithmonë, po që po shihet, janë ato të cilat duhet me luftu vazhdimisht për to. Edhe vazhdimisht me qenë aktive dhe vigilante dhe përpjekje se për ndryshe nuk ka kur gjë e dhon një herë edhe gjithçka, po vetëm jo vetëm politike dhe jo vetëm në çfarëdo lloj ajo është për gjithësisht. Në çfarëdo lloj jete ti mundesh me arrit mi bën një emision, por për mi majt është problem. Ti mundesh me arrit çka di unë me kry një fakultet, po me hym punë është problem. Gjithçka një duhet me mirë mbajt. Po jemi tek forma se si duhet luftohet, sepse po e diskutonim edhe me Amirin në fillim të këtij edicionit Kosova Live. Si mund të luftohet kjo kur të tjerët heshtin, Heshtin deputetët, politika mas pakti ndihmon në këtë. Jo, po heshtja është një lloj aprovimi për këto deklarata që i jep dikush publikisht, se duhet mediat kryjnë punë shumë nëse mendon, u qyshon e shof, kryjnë punë shumë për ndrimin e mentalitetit, ma shumë se sa vetë politika. Se na politikën e në mësum i pasi diçka që vendos për neve. Na dalim një herë në 4 vjet, ja jepim votën, mësë ne ata vendosin, edhe na presim, derisa të ndrohen. Është një përgjigje edhe nga Teuta e duan këtë aspekt. Teut, sa herë ka pas themi linçime publike, ndaj një deputete, publikisht e kam bërë, e kam parë gjithë, edhe kur vjen momenti që të vinë studio, t'i dalin në mbrojtje janë edhe vetë, më vjen keq ta them, po edhe vetë organizatat për
mbrojtjen e të drejtave të grave që hezitojnë të vinë në studio edhe të flasin për të drejtat e grave. As zgjedhjen që ato t'i bëjmë përmes një statusi në Facebook dhe aq. A luftohet kështu ajo që është e padrejtë? Për menimin tim, lufta që do të më bëhe, duna më pajtu me këtë idenë që politika nuk shto menoj që se kur po folin për politik, jena tu i menu veç do parti politike që aty do që jënë kuvend dhe do që jënë pushtet dhe këshyrin është vishluft për pushtet. Unë politikën e shumë ndryshe, menoj që skena politikën në Kosovë është këgja problematikisht e pozicionu në qëtë kërkesën tonë për barazi. Barazi gjinore dhe barazi sociale, se këto dyja shkojnë si bashkë. Nuk mundesh me pas një shoqëni barabartë nivelin gjinor, edhe mi pas shumicën e grave jashtë tregut punës. Kështu që politika krym puna, politika është e rëndësishme. Menoj që pajtona që nuk ka luftë ose nuk ka përpjekjet mjaftueshme prej shoqënisë së mbarë, ose janë ato organizata, ose janë ato parti, ose janë ato aktivist pa mbarun, nuk ka luftë vazhdueshme, nuk ka luftë konsistente, e cila nuk ndalet derisa të arrijnë për një cakun tjetër. Ka reagime sporadike, cilat nuk i mjaftojnë, edhe kjo dëshmu me vite me radhë që nuk mjaftojnë. Çka menoj që është dashur me kon si vizion për të ardhmen, një ide më e qartë për qysh me bo një luft ma drejt, ku përfshihen edhe gra dhe burra, dhe ku theksi është te pabarazit sociale, se mendoj që atje ka me qenë edhe qelsi që është edhe probleme në njëtën kohë, edhe nuk ka rrugë të lehtë, nuk kena me mujtë, na mujna me thonë pëse s'po reagojna qëtash, ose pëse po reagojna veç qëtash, po as njëna automatikisht nuk e regulon problemin. Kjo është një rrugë shumë ma e gjatë, e cila lypet kritik shoqënis, kritik institucione, me sakrifiku pak diçka, për shkak se ti kur e bën këtë betej, nuk i me qenë gjithmonë i pëlqym, shpesh herë për krahja, për do çështje ose ndryshimi mendjes njerëzve vjen përmes nervozës. Mas pari e bën nervoz të antarin e shoqënisë, familjes e qysh dush, mas ne e merr me veti, nuk shkon veç përmes pëlqimit. Se përmes pëlqimit mas ne krijojmë që si lëvizje populliste, cilat krejt çka dojnë është me riprodhu veten në pushtetin. Pra s'ka rrugë lehtë edhe të shkurt për me mri këto, ama do t'mja nis dikon. Edhe do t'mja nis kritik institucioneve dhe politike se cila riprodhon gjuhë seksiste dhe mizogjene, njëjtën kohë dhe kritik shoqënisë e cila nuk po organizohet sa duhet, si lypet me bu këtë betejë. Po, du një koment për fund nga ti, se më pas të vazhdojmë në studio edhe me tema Antigonën, për panin që sot besoj e ke parët të këtë tentativen e deputetit për të ofruar tek Vlora Qitaku, dhe gjithë këtëm, a e shë edhe në deklaratën përfshirë, a e shem më shumë se sa një deklarat seksiste. Dhe çka duhet të ndërmarrë Vlora Qitaku, se u diskutu edhe kjo, që duhet marrë hapa ligjor? Mbase do të ndërmarrë, përveç se unë jo ma shumë të kjo ana e majt e intervenimeve sociale, se sa të kjo gjyqësia, ligjësia, këto janë të rëndësishme, po këto do të ndodhë pak si by default. Çka mendoj që duhet deputetët të e përfshirë dhe zonjën Qitaku, po të i përfshirë dhe krejt deputetët aty, me janis me e rishqyrtu pak edhe ato vetë qysh po mirën e politikë. Unë e kam kritika serioze për mënyrën edhe nivelin e angazhimit që gra deputete kanë për çështjet për problemet e grave në shoqëni, cilat i bartin parlament. Pra janë tepër pak të organizume, janë tepër pak të përfshime, tepër pak të flasin për këto, flasin vetëm këto momentet kur sulmohen e kështu me radhë. Mirë po, është kohë një grup i deputeteve, grupi parlamentar i deputeteve, grup jo formal, po i cili ka pas pra këtë qëllim, po i cili ka vite që asë një deklarat nuk e shon, pra sikur mos me ekzistu. Pra, deputetet du të me qenë ma bashkume e ma kritike edhe ma luftarake për drejtat e grave cilat nuk janë parlament, për drejtat e grave cilat nështë kur nuk mrin me dalë në media me qitë problemet e tyne, pra du të pak ma shumë të përfshin këtë pjesë se nuk i shohin, i shohin vetëm mranda këti diskursit zyrtar të partive të tyne, mbën se këto me integru mranda partive të tyne një diskurs i cili flet për drejtësie barazit gjinore,
që shumë pak pritët, ato përfundojnë të kjo vija vetëm zyrtare e partisë, cilat flasin vetëm për këto tema të mdhaja, që konsideron mirë po gratë mbesin përjashtuar pak edhe prej deputetëve. Me qëllim, pa qëllim, s'po du se s'është kjo çështja, e rastishme është me e kuptu që deputetët e kuvendit të Kosovës nuk mendoj që në nivel detyrës asaj përket denoncimit këtyre çështjeve dhe prandaj mbase jemi më keq se kur më parë. Po, ndërsa sa kemi të utën edhe një çështje të fundit, kur jemi të kjo se sa dalin deputetet gra në mbështetje të deputeteve gra kur ofendon, është deputetja Lëvizjes Vetëvendosja Arjeta Fejza, e cila ka shkruar se pse nuk keni reaguar ndaj Eman Rahmanit që e quajti Arberina Gafsin ministre të edukatës seksuale. Do të thotë edhe në këto raste, pra deputetet kanë themi shtojnate personale sepse ju nuk keni reaguar kur ka qenë çështja për dikë që ka qenë pjesë e subjektit tyre politik. Një koment shumë të shkurt. Po, mendoj që këto deklarata janë vetëm për me sulmu kundërshtarin politik, sigur kjo e deputetës të VV-s, pra nuk është as parimore as serioze. Une i marrë seriozisht deputetët, jo vetëm kur kanë reagu për ju ndodh aty ose bashkëpartiakëve tyne diçka, mirë po kur kanë reagu ose kanë ngrit çështje të cilat nuk janë hiç çështje në shoqëni, të grave në vendet ndryshme, përvojat ndryshme me i sjellë në parlament, pra të ngjarjen e grave, papunësinë e tyre, krejt këto. Domethënë se mas ne po përfundojmë veç kush përkon reagoj. Po, kjo është çështja e natyrës personale. Të gjitha palëve, edhe prej deputetëve të PDK-s në kohën kur zotëri Mushtako ka deklaruar diçka ose Eman Rahmani këtë rast, Knes ka pas reagim. Ka këto asnjë deklaratë fort parimore, parimi për mu vlen vetëm nëse je pjesë e një betejë më të gjatë edhe të një për ditë të folë për këtë punë. Nëse s'janë të një për ditë të folë për këtë punë, reagimet janë pak të momentit edhe as nuk lënë shanjë edhe as që më për një me. Duhet shumë punë që të ndrohet kjo qasje ndaj grave. Këto mesazhet tuaja janë bartur sidomos për deputetët. Faleminderit shumë, me thekse veçantë deputetët. Faleminderit shumë. Ne do të vazhdojmë në studion dhe u thanë shumë, besoj që ke diçka për të më pas dhe disa pyetje të tjera Antigona për ty. Po, nuk kam diçka konkrete më thanë. Po për shembull të mos angazhimin e dur që e tha që deputetët nuk janë në detyrë, në mënyrën se si do duhet të jenë. Dëgjom, unë nuk mendoj që na gratë duhen me bo zhurmë për gratë e tjera, sepse se cila gruaja gru që është që aty në parlamenta, do të me qenë gjendje me mbrojt veten, edhe me folë për veten e vetë. Se nuk mundena me kërku drejtat barabartë ka ta duke kërku me na trajtu si femna, ose me na trajtu si diçka speciale. Na jemi barabartë, sepse jemi biologikisht barabartë, ose më thëmë pak ma tepër se sa të barabartë. Po e thashtë dhjo majrë, këto komente nuk vinë ndaj burrave Antigone, thatë vetë që për shambull një burë në televizion nuk i thoi një i pa martuar, pa ndaj thet në gjinore pak. Qashtu është, por jo për me këqyrtash a reagon këta, po reagojnë këta, po reagojnë ata. Unë nuk mendoj që duhen me reagu deputetet gra. Unë mendoj që duhen me reagu tanë deputet. Po, pa dalë. Jo, se na duke dash me i ik, po, kësaj, veç po e thellojmë do njërë. Po e thellojmë dhe ma tepër. Andaj thashtë dhe Dibrani ishte i rëndësishëm edhe në këtë diskutem, a? Ishte shumë rëndësishme na me reagu fillimisht si njerës. Po. Masa na i si, që ka diun politikan, që ka diun femën, mashkull, e që ka do tjetër. U tha më herët që se sa të që po tentojmë mos t'i bëjmë këto dalimet, po vim të këto. Me që tha që edhe në vendet të tjera, gratë përbalen me një gjuhë të tillë në raste të caktuara dhe ka një lloj urrëtie ndaj grave në përgjithësi. A e sheti kështu? A mendon që shoqëritë po e kanë të vështirë për ta pranuar suksesin e grave sot? Mendoj që është fazë në kalim. Populli jonë është të zhvillu shumë shpejt, edhe na jena të kërku rezultate shumë të shpejta. Fillimisht, na nuk mundena me ba, mas pari na duhet me luftu kundër prindve tonë, që me fitu drejta tonë. Masanej, tonë atjerët, se nuk mendoj që arrin ndryshe. Nëse se cila gru e fiton guximin, me kallëzu se çka po don në fakt. Edhe nëse një gru dëshiron me qenë ambise, pse na duona me gjyku që ajo është ambise? Ose një tjetër dëshiron me bo politikane, pse duona me gjyku që ajo dëshiron me bo politikane? Shumë gra unë i njoh që njihen shumë rahat
në pozicionin e anviseve. Edhe kanë qef mi bo atjet. Shumë rregull është ajo. Edhe ata burrat e cilët i pëlqejnë ata gra, le të shkojnë, le të kërkojnë ata gra, po mos shkojnë me kërku gra në fakultet, një grua e cila ka mu bo anvise. Se aty mos ne kemi problem se ti e të dash një apik andra dikuj. Nëse ti mendon që gruaja, që di unë gjenerata Gen Z ose kush do tjetër, mendon që gruaja duhet me qenë anvise, siguri që kam me gjetë gjithmonë gratë të cilat kanë qef me qenë anvise. A është si problematike këtë gjeneratën me që e përmendje edhe të Uta më herët? A mendon që këta të rinë ndryshe e shohin sot? Unë mendoj që universi nuk gabon. Unë mendoj që universi nuk gabon, edhe gjithmonë gjeneratat kanë më ardhë ashtu që ka nevojë njerëzimi. Njerëzimi sepse pak e kemi mbingarku në grunë. Mendoj ashtu une. Une i ka fëmijët e rritën tash edhe kam kohë me nga prej studios në studio, por një gru e cila i ka fëmijët e vegjël e duhet me shku në punë, ajo duhet mu dok t'i qysh, ajo nuk ka kohë me nga në për studio televizive marrë me dhanë mendimin e vetë. Edhe duona me menu që të qenerit gru është biologjikisht më rëndë se sa burë. Sepse ti krijon jetë, ti je nanë, ti je lidhëm, biologjikisht ti je lidhëm me fëmijët e tu. Nuk mund të më thonë edhe burri duhet, ose edhe ai duhet, por biologjikisht nana është e lidhën. Në hartë natale, kur të këqylin në astrologji, unë nanën e shoh si një prej faktorëve më të mëdhej në krijimin e personalitetit të njeriut. Dhe kjo përgjithësia e rutinës ditore, nuk mund të krahasohet ka kriju natyra për te asaj çka na mujnë me kriju. E çu shpinondojmë gratë me e tha, domethënë po vjen ky rëndimi pikërisht duke i kërkuar shumë këto të drejta apo si? Jo vetëm, edhe gratë duke kërkuar shumë prej vetes. Duke kërku shumë prej vetes, duke kërku me qenë edhe e shkollume, edhe e bukur, edhe e zoja, edhe me dalë me shoqe, edhe me rrit fëmijë, edhe me qenë e martume, edhe shumë, ata janë shumë. Periudat të ndryshme tjetës duhet me i dhanë përparësi disa gjanave, masane vjen koha edhe për tjerat. Qa mos më mundu me i kërku gjitha për vetës, se pasaj është ngarkes emocionale. Se ndoshta edhe pikërisht duke u bërë kjo kërkesë e vazhdueshme, nuk ndihen të barabarta. Po dalim mas ne të problemet e fëmijëve, mas ne ai kur rritet shkon në psikoterapi, thot mungesa e nanës, ta ka dhënë qit e ke qëtë, që ka dion mangësiat e narcisizmi, e kena atjet lidhën direkt me nanën, e kena direkt me dashnin e nanës ndaj fëmijët, ose jo vëmendjen, ose tutje, dhe të me menu pak ma gjatë, se sa vetëm mi arrit që ato qëllime që ka na dëshirojnë. Sepse pasojat e rritjes e një fëmiu psikologjike, e tutje janë shumë të mdhaja. Dhe kjo mentaliteta, kjo forme komunikimit, kjo forme përdorjes së gjuhës seksiste, ndodhë, thamë, gjithkohë në botë edhe në rajon, dhe pikërisht do të kemi një lidhje direkte me Eriona Ismaili, që është ministre për marrëdhëniet me parlamentin, edhe të shohim pak se si qëndrojnë atje. Eriona, përshëndetje, mirë se vjen në Kosova Live. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Është një kënaqësi e veçantë, duke qenë që është edhe intervista ime e parë ndonjëherë në një televizion në Kosovë. Në Kosovë, në vjen shumë mirë. E fundit dhe besoj që s'do t'jetë. Krejt në fillim duam të pyesim që besoj i ke përcjellur këto zhvillimet e fundit në parlamentin në Kosovë, çfarë ka ndodhur dhe këtë gjuhën që përdoret ndaj grave deputete. E dua një koment të parë për atë që ke dëgjuar. Patjetër që zhvillimet në Kosovë jo vetëm gjatë seancave plenare, por në tërësi se çfarë ndodh, kanë një vëmendje të veçantë për herë nga unë personalisht, por edhe nga shqiptarët e Shqipërisë. Dhe patjetër që me keqardhje mund të them, kam parë ngjarjen edhe gjuhën në përshtypjen time krejtësisht të papërshtatshme të përdorur ndaj deputetes Vlore Qetaku. Kështu që mendoj se një atmosferë e tillë pune, në ambient të pune, nuk është në favor as të institucioneve, patjetër nuk është në favor as të marrëdhënieve njerëzore që ne duhet të ndërtojmë si bazë. Fillimisht me njëri tjetrin dhe pastaj të mund të rritemi në standarde institucionale në gjithçka bëjmë dhe ofrojmë për institucionin që përfaqësojmë ose për komunitetin që përfaqësojmë. Pa diskutim që do ta lidhim me atë që ndodh në parlamentin shqiptar, ku shpesh shohim skena të pahishme, por me fokus të veçantë do të jemi tek gratë deputete. Cila është gjua që atje përdoret? Sa ju jeni të kënaqur me atë trajtimin që bëhet, që
ndoshta është ky diskutimi që ndonjëherë duke folur shumë për këtë, po e bëjmë që të ketë një pabarazi më të madhe, por gjithsesi ne si media po e kryejmë punën tonë. Cili është trajtimi që sot e ka gruaja deputete në Parlamentin shqiptar? Të pari unë doja të nisja diskutimin me faktin që për hir të së vërtetës edhe në Shqipëri ka patur raste të gjuhës së papërshtatshme të përdorur ndaj grave ose në përgjithësi gjuhës së papërshtatshme që duhet t'i shkojë përshtat një institucioni të këtij niveli sikurse është Kuvendi ose Parlamenti në Shqipëri. Por më lejoni pra të them që nuk jemi imun ndaj rasteve të tilla për fat keq, por fakti që ka ndodhur nuk do të thotë që ne duhet t'i normalizojmë ato. Përkundrezi. Është një arsye më shumë që parlamentet tona të mbrojnë standardin, të mbrojnë etikën edhe dinjitetin e përfaqësimit. Duhet kemi parasysh që gjithçka jemi duke punuar edhe duke kërkuar për të arritur qoftë në nivel përfaqësimi, qoftë në nivel standardizimi, lidhet me një luftë edhe të mentalitetit të vjetër, me qëllim që gruaja në politik të shihet njësoj e barabartë si burrat. Dhe unë nuk shoh asnjë arsye pse nuk duhet parë tillë. Po ku është problemi? Mendoj që problemi vjen prej mentalitetit. Ka një mentalitet të vjetër, të padrejtë diskriminues, që burrit në politik i matet forca me karrierë dhe me qëndrime, ndërsa shpeshherë gruas tentohet t'i matet performanca lidhur edhe me jetën e saj private ose personale, sikurse ka ndodhur në rastin konkret. Komuniteti ndodhet dhe kjo, që përfshihet jeta personale, tha më herët edhe që si nga mënyra se si vishën, si duken, çfarë jetë kanë, çfarë veture vozisin, me kë janë të themi kështu të martuara, çfarë marrëdhënie kanë, pra pse ka shumë diskutohen gjithë këto gjëra kur bëhet fjalë për gratë, ndërkaq për burra gjithçka është okay, në këtë kontekst. Pikërisht, pra, sikurse thash, mendoj që vjen për një mentaliteti të vjetër, që ne do duhet të angazhojmë. Ministra, kërkoj ndjesë që po të ndërhy, të lutem, kërkoj ndjesë që po të ndërhy, por me që po e përmend mentalitetin e vjetër, në këtë rast në Kosovë që po diskutohet, deputeti në fjalë është një moshe relativisht të re, nuk kemi të bëjmë një deputet që ka ku me ditë sa vite që e përdor një gjuhë të tillë. Mentaliteti vjetër nuk lidhet domosdoshmërisht me moshën, lidhet me çfarë ne kemi trashëguar si mentalitet. Dhe për këtë mua më vjen keq me thënë të drejtën dy fish. Sepse do duhet që deputetë e rinj edhe në moshë të mund të sillnin një ajër tjetër, të ngrinin këtë standardin kaq shumë të përfolur në institucione, edhe të mund të sillnin një lloj vlerësimi për kolegët bazuar në diskutime, bazuar në nivelin e përfaqësimit dhe jo në nivelin e paragjykimit. Cili është mesazhi juaj për fund? Cili kishte qenë një mesazh për deputetët gra, më herët në një bisedë u tha që gratë deputete nuk janë në detyrën, nuk janë duke kryer ashtu si do duhej detyrën e tyre. Qoftë në Shqipëri po edhe në Kosovë. Cili kishte qenë një mesazh me tekst veçantë për gratë deputete? Së pari, të mos e normalizojnë dhunën, kur të mos hecin përballë rasteve qoftë sporadike, qoftë më keq akoma të përsëritura. Së dyti, duhet jemi të gjithë të orientuar për të mos heshtur si koleg, kur një koleg tjetër cënohet në dinjitetin e vet. Dhe së treti, duhet jemi të gjithë të orientuar dhe të mos humbasim fokusin nga qëllimi kryesor që parlamentet funksionojnë për përplasjen e det, për përplasjen e qëndrimet edhe bindjet politike, por kur nuk duhet të jenë diskutime, debate të ngritura mbi cënime të dinjitetit të një gruaje apo të një kolegu, qoftë ky edhe burrë, se rasti konkret lidhet me një grua, por në fund fare mesazhi im dua që të jetë shumë njerëzor, duke ruajtur dinjitetin njerëzor si fillim dhe patjetër edhe dinjitetin e çdo gruaje në rast se ka situata fatkeqësisht si kjo që ka ndodhur. Po, e qartë. Ne ju falenderojmë shumë për këtë lidhje. Zonja Ismailit falenderojmë. Sot mirë. Faleminderit shumë.
Që të mirat, Antigon, kështu është kur harron në orë studio, e sot mbajmë 1 orë. Kemi edhe pak dhe do të përfundojmë me ty në gjithë këtë. Jo, nuk ka problem as pak, kënaqësi është gjithmonë me qenë me ju. Absolutisht, gjithashtu. Sidomos për këto tema sociale. Studio së s'po na mjafton lidhje direkte, ndryshe po është realisht lidhje direkte. Po do ma qitë Arpallikun që kam problem me sahat, edhe djemë që unë e jom pregadit për marrë në ora 2, e kam vytë marrë në ora 1. Për krejt ata që kanë pyqë që ndodhe që sojle Antigona djena karikën e zbras që të priste. është një met e emja, unë e kam qef mi pranut metat e mija. Kam problem me orën, sepse unë jam e lidhën me planeta. Edhe unë derisa unë menoj që Venera që ka o të bojë kohë të shku, kalon sahat. Po, miru për ti, nuk jam unë e knej. Jam tjetër ka. Me që e përmendit, tregona diçka për horoskopin, Antigona, çka po ndodh me universin, a ka energji të mirë rreth nesh? E kemi pas një hënë 3, në datën 17, edhe një hënë e re që ka qenë shumë premtuese, sepse ka qenë 0 të dashit, edhe 0 dashit është fillimi i ri. Domethënë peshku është sheja fundit, dashi e para, kështu që është një fillim i ri, besoj i mbarë për të gjithë neve, edhe mirë ka qenë një energji e bukur që na u ka dhanë, tash për momentin e kemi Venerën pak keq, Venera është po vërejt. Çka karakterizon kjo kur është keq, sepse dje kemi pas do probleme si shëndetësore. Jo, Venera është simbolika e feminitetit, e pares, edhe të mirave materiale, por edhe bukurisë, edhe të qenurit femër. është planet e energjisë femërore, ajo për momentin është u kaluna për një pozicion bajagit të randë, janë 26 gradë dem, dhe me thënë ajo është në shenjën e demit, në 26 gradë dem e kemi një yll fix, që ka emnin, vetëm pak se tash më hupi emnin, se e përgatit për tempo, e ka emnin Kalputalgol, edhe Kalputalgoli simbolizon kokën e meduzës. Kokën e meduzës është mlefi një femne e cila është mallku edhe flokët e saj janë bogjarpni, është mallku pa pikfaji. Nuk është lartë kësaj situatës që po krijohet. Kur Venera është simbolika sakt kjo, kur Venera afrohet afër qasti ylli fiks, atëherë shprehet pakënaqësia e grave të cilat në fakt nuk kanë pas faj për çka gjykohen. Urojmë që Venera të këfillet sa më shpejt. Për me egzageru tash, qatë të horoskopja, po shkojmë zgjedhja, kemi president. Nuk e kam duhet me se unë e kam kriju hartën e Kosovës, e kam kriju se mundet edhe shtetet kajnë hartë vetën atane, prej momentit kur është shpallë pavarësia, e kam të kriju me në shpe, por nuk e kam Nesër lidhje direkte, premtja e fundit. Antigona. Antigona, falenderoj shumë që erdhe, natyrisht gjithmonë është kënaqësi të pasë dhe mi dëgju opinionet tua sot për një temë absolutisht shumë serioze. Faleminderit shumë, inshallah kam kontribut temës, po prap du me thonë që e zakonshmja nuk e pranon të pazakondshmen, edhe nuk është problem vetëm të na. Kosova ka probleme shumë, edhe tepër të mëdhaja. Edhe jo vetëm Kosova, po bota për momentin gjendet në një meshap, i thojnë, sepse po ndrojnë vlerat, po ndronë sistemi, po ndrohen kapuçat, edhe duhen me qenë gati për çfarë do lloj ndryshimi me përqafu. Antigona, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Antigona. Kënaqësi, ashtu